Përshëndetje vajza, unë jam Rona Halili dhe çdo javë do të jemi së bashku në Express Rose, ku do t'ju tregoj se si ta aplikoni grimin. Ndërsa sot do t'ju demonstroj se si mund të aplikoni një eyeliner në mënyrën më të thjeshtë. Së pari po filloj duke aplikuar një hije të hapur në gjithë kapakun e syrit. Pastaj një hije më të mbyllt me të cilën do ta kufizoj syrin. Tani po aplikoj një hije në cepin e mbrendshëm të syrit dhe përpuni vetullave. Sa i përket eyelinerit, sot do të përdori një gel eyeliner, apo nëse ju e keni më të lehtë, mund të përdorni një liner më të lëngshëm. Së pari po filloj në cepin e brendshëm të syrit, duke krijuar një vi të drejtë sa më afër qërpikëve. Pastaj do të krijoj një vi në cepin e jashtëm të syrit, duke e zgjatur nga fundi i vetullës dhe do t'i bashkoj këto dy vija. Për ta përmirësuar ndonjë pjesë, mund të përdorni një korrektor me një brush të hollë. Gjithashtu që të krijoni një eyeliner më të lehtë, mund të përdorni një ngjitës, të cilin duhet ta vendosni në cepin e jashtëm të syrit drejt fundit të vetullës.